Një 36 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Durrësit pasi u kap me një shumë të konsiderueshme parash të padeklaruara. Sipas policisë, mësohet se 36 vjeçari i arrestuar ishte rezident në Itali dhe tentoi të nxirrte nga Shqipëria mbi 223.000 euro të padeklaruara përmes portit të Durrësit. Në kuadër të operacionit të koduar Aseti, është bërë i mundur ndalimi i shtetasit Mariglen Daiu, 36 vjeç, rezident në Itali. Ndalimi i tij është bërë si rezultat i kontrolleve dhe verifikimeve të imtësishme në hyrje-dalje të Shqipërisë, me objektiva parandalimi dhe goditjen e krimeve në kufi. Shërbimet e policisë kufitare të portit Durrës, në bashkëpunim me autoritetet doganore, pas kontrollit të ushtruar në çantën e Daiut, uniformat blu kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 223.200 euro të padeklaruara, që dyshohet se janë produkti veprimtarisë kriminale. Ndërkohë, vjen puna për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje.